Horoskopi për ditën e premte 31 korrik 2026. Dashi, je në një periudhë të jetës që e kupton mirë vlerën e njerëzve të vërtetë. Mëngjesi, të fton të lidhesh me miq të cilët kanë një peshë në jetën tënde. Të zhvillosh marrëdhënie që të rrisin shpirtërisht. Në dashuri, ke nevojë për biseda të ngrohta dhe kuptim plota. Partneri apo një person i afërt do të vlerësoj pjekurinë dhe mbretësinë tënde. Në planin e punës, tensioni mendor i pasdites nuk duhet të tremë. Ke një aftësi të shkëlqyer për të shkuar direkt tek pika e nxehtë e problemit dhe të gjesh një zgjidhje të mençur. Është një moment ideal për të çuar përpara projekte personale që i ke në zemër, ose për të studiuar diçka të re që të ndihmon në karrierën tënde. Financiarisht, idetë e sotme mund të kthehen në plane të mira fitimi nëse bën një analizë të qetë. Shëndeti, pasdite hëna të fton të tërhiqesh paksa. Ke nevojë më shumë për veten, për të rregulluar energjitë e tua dhe për të shmangur lodhjen mendore. Mos e anashkalon nevojën për qetësi. Ngjyra me fat është vishnje, koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës, dëgjoj me vëmendje veten tënde pasdite dhe dhuroj vetes pak kohë në privatësinë tënde për t'u karikuar në energji. Demi, dita jote sot nis me një ndjenjë përgjegjësie. Ti e di mirë që integriteti në punë është gjithçka. Në dashuri dhe në marrëdhënie, dita të sjellë një dëshirë të madhe për harmoni. Është çasti shumë i mirë për të lënë pas ndonjë hatërmbetje të vjetër që e ke në zemër. Fol hapur dhe me maturi. Në punë, je i fokusuar dhe shumë i pavarur. Hëna të shtyn të përmbushësh detyrimet me seriozitet. Me kalimin e orëve do të kesh një dëshirë të ndash idetë me kolegët. Për sa i përket parave, ky tranzit të motivon të ndërtosh më shumë siguri për të ardhmen. Nëse kjo do të thotë të punosh pak më shumë për të stabilizuar të ardhurat apo investimet e familjes, ti në fakt je i gatshëm ta bësh. Shëndeti paraqitet i mirë, por suksesi yt vjen nga mbajtja e këmbëve në tokë. Mos lejo që stresi i përgjegjësive të ngarkojë muskujt e qafës apo të shpinës. Ngjyra me fat është roz dhe e zezë. Koha me fat është rreth paradites. Këshilla e ditës. Ide të mëdha ka nevojë për kohë që të piqe. Mos nxito, por puno me hapa të sigurt për sigurinë tënde financiare. Binjakët. Një energji e ngrohtë dhe mbrojtëse të rrethon sot. Ke një dëshirë të natyrshme për të mbrojtur njerëzit e tu të dashur dhe për të krijuar një ambient të sigurt. Në dashuri, marrëdhënia jote përfiton nga kjo ndjenjë kujdesi dhe stabiliteti. Partneri do të ndjejë përkushtimin tënd të sinqertë. Në punë dhe në projektet tua personale ke mbështetjen e plotë të rrethanave dhe njerëzve që ke afër. Ndoshta do të punosh i qetë, pa shpërqendrime dhe pa ndier faj se po investon kohë te vetja. Financat sot janë të lidhura ngushtë me qëllimet e tua. Je i motivuar të sigurosh burime të mira financiare për veten dhe familjen, dhe ky fokus do të sjellë lëvizje pozitive. Në aspektin e shëndetit, mëngjesi të fton të thyesh pak rutinën për të ushqyer shpirtin, ndërsa pasdite kur hëna kalon në shtëpinë tënde të diet, do të ndjesh një rritje të energjisë. Ngjyra me fat është blu marine, koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës. Përdore këtë moment për të bërë plane të gjata në karrierë. Mos nguro të investosh në projekte të zemrës. Gaforja. E dashur gafore, sot je në kontakt të plotë me gjithçka që ti ndjen. Kjo gjë të jep një pjekuri emocionale të admirueshme. Në dashuri, je i qëndrueshëm dhe praktik. Ky qëndrim bën që partneri apo persona që të rrethojnë
të shohin me respekt dhe të kërkojnë mbështetjen tënde. Në karrierë është një ditë e shkëlqyer. Aftësitë tua menaxhuese dhe stili yt drejtues në punë të bëjnë të shkëlqesh në sytë të tjerëve. Ke autoritet natyral për të ndërthurur me mirëkuptim. Para. Ato vendime që do të marrësh sot duhet të jenë të matura. Edhe pse mund të ndjesh një lloj mirëgulle mendore që të shtyn drejt disa gjërave të tjera, qëndro tek planet që janë të provuara dhe të sigurta. Shëndeti pëson një ngritje pasdite, kalimi i hënës në sektorin e shpirtit të aventurës të sjell freski duke të larguar lodhjen dhe monotoninë e ditëve të fundit. Ngjyra me fat është blu, koha me fat është mbasdite. Këshilla e ditës: lejoje veten të dalësh nga rutina, kërkoj informacione që të zgjerojnë horizontin dhe të falin qetësi shpirtërore. Luani. Dita nis me një ftesë për të parë ekuilibrin mes bashkëpunimit dhe ndarjes së gjërave me të tjerët. Në dashuri, kompromisi nuk është dobësi, por treguesi një marrëdhënie të pjekur. Sot e kupton instinktivisht se çdo bisedë me partnerin është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur së bashku. Në planin profesional, dita është shumë sociale dhe ti je i hapur ndaj të tjerëve. Do të kesh mundësi për të çuar përpara interesat e tua, pikërisht përmes miqve apo kolegëve. Para. Bëj kujdes në gjysmën e dytë të ditës. Vendimet financiare apo profesionale të marra me nxitime sipër mund të bien ndesh me atë që çfarë dëshiron vërtet në zemër. Ndaj më mirë prit përpara se të nënshkruash apo shpenzosh. Shëndeti varet edhe nga harmonia jote në komunikim me të tjerët. Nëse mban linjat e hapura dhe shmang debatet e kota, do të kesh një gjendje të shkëlqyer emocionale që ndikon direkt edhe në fizik. Ngjyrat me fat. E verdh, koha me fat. Mëngjes, këshilla e ditës. Hapi rrugë komunikimit dhe takimeve sot. Lëri vendime të mëdha të rëndësishme për një moment të dytë, kur zemra dhe mendja të jenë në një linjë. Virgjëresha. Shëndeti dhe rutina e përditshme marrin një rëndësi tjetër. Mëngjesi sotëm të vë pikërisht në qendër të botës. Në dashuri, hëna zhvendoset përballë shenjës tënde dhe të fton të bësh disa lëshime dhe të gjesh gjuhën e përbashkët me partnerin. Lidhjet me të tjerët do të zbulojnë sot disa gjëra që janë të fshehura në sipërfaqe. Sektori i punës. Ti je shumë i sympret për të zbuluar detajet dhe për të bërë kërkime të thella. Nëse ke një projekt apo një punë që kërkon një analizë të hollësishme, sot është dita perfekte për të zhytur në të. Lidhja me të tjerët ndikon dhe në financa. Disa njerëz mund të ndihmojnë me këshilla për një rritje profesionale. Shëndeti. Bëj kujdes për veten, mos e neglizho ushqimin e shëndetshëm dhe pushimin e merituar. Ngjyra me fat është kafe, koha me fat është mesditë, këshilla e ditës. Kushtoj kohë analizimit të detajeve në punë dhe mos hezito të bësh një kompromis të mençur në jetën tënde në çift. Peshorja. E dashur peshore. Ndale pak vrapin, kushtoj vëmendje jetës tënde private, shtëpisë dhe ndjenjave. Në fakt, kjo është kohë e mirë që të forcosh lidhjen tënde romantike, të kalosh çaste të ngrohta me partnerin. Por kushtimi yt është i qartë dhe kjo të sjell një ndjesi në lidhje në çift. Puna. Ke një interes të madh në zgjidhjen e problemeve praktike. Dita është e mirë për aktivitete që promovojnë punën tënde para të tjerëve. Dikush në ambientin tënd profesional ose personal mund të nxjerrë në pa vlerat e tua në sytë të tjerëve. Parat, për kujdesi për strategji të mençura. Ato japin frutë.
Shëndeti. Fokusohu tek gjërat e vogla që të bëjnë të qetë mentalisht dhe shpirtërisht. Ngjyrat me fat. E verdhë dhe kafe. Koha me fat. Pasdite. Këshilla e ditës. Kushtoj vëmendje marrëdhënieve që kanë nevojë për pak më shumë kujdes. Një fjalë e ngrohtë, një xhest vlerësimi bën mrekulli sot. Akrepi. Ti akrep ke një dëshirë që të ndihmosh njerëzit e dashur, ti mbështesësh ato. Dhe kjo është një gjë e mirë. Megjithatë, duhet të kujdesesh edhe për veten. Në dashuri je gati të bësh disa kërkime të thella dhe të gjesh zgjidhje për çdo gjë që shqetëson familjen tënde. Puna sot ka shumë energji, përgjegjësi dhe reputacion. Megjithatë, mençuria jote të mëson se pa një shtëpi të qetë nuk mund të kesh sukses edhe jashtë saj. Financat. Investo tek komoditeti i shtëpisë apo projektet familjare. Ato janë gjëra e duhur për momentin. Shëndeti yt merr një kthes pozitive pasdite. Me kalimin e hënës në shtëpinë tënde të pestë, energjia jote emocionale kthehet jashtë duke të sjellë më shumë dëshirë për të jetuar dhe për t'u argëtuar për të çliruar tensionin. Ngjyrat me fat është e zezë dhe e kuqe, koha me fat është mesdi. Këshilla e ditës, ktheje vëmendjen tek familja dhe shtëpia sot. Aty ke për të gjetur qetësinë që të duhet për t'u rikthyer më i fortë në punët e tua. Shigjetari. Ti shigjetar në këtë ditë ke një magnetizëm të fortë. Të gjithë të shikojnë si njëri të Zotë. Në dashuri, tranzitet planetare janë të shkëlqyera për të përmirësuar dhe forcuar marrëdhëniet e tua. Ti ke ndjenja intensive por dhe të matura. Në punë dhe komunikim, mëngjesi të sfidon këndshëm. Është një kohë e mirë për të zhvilluar aftësitë tua dhe t'u tregosh të tjerëve se çfarë je i Zotit të bësh. Pasdite bëj pak kujdes me disa nga shpenzimet ndoshta të pamenduara. Për sa i përket shëndetit, dita premton shëndet të mirë nëse ti i sheh qartë nevojat e tua. Mos i mbaj gjërat brenda vetes. Komunikimi i sinqert të çliron nga ngarkesat negative. Ngjyra me fat është blu e errët. Koha me fat është mbrëmje. Këshilla e ditës. Përdore sharmin dhe diplomacinë tënde sot për të zgjidhur ndonjë problem që ke me një mik apo me partnerin. Britsjapi. I dashur britsjap. Duhet ta pranosh gjithçka tek vetja. Edhe problemet që të vinë, edhe mirësitë që ke patur, gjithçka ka të bëjë me punën tënde në vite. Hëna të kujton se rëndësia e të ndjerit i sigurt dhe i plotësuar në atë që je, të bën që ti të lartësohesh në karakter. Në dashuri, dita të sjellë një energji të mirë për lidhje të forta emocionale. Në punë, mund të ndjesh se njerëzit rreth teje mund të sillen pak ashpër ose të paduruar sot. Megjithatë, qëndroj qetë. Je shumë i motivuar për të mbështetur dhe siguruar të mirat për njerëzit që do. Parat është një moment i shkëlqyer për të rregulluar buxhetin dhe për të marrë vendime që lidhen me pronat. Shëndeti. Po i kushton vëmendje dhe mirë bën. Është një kohë e shkëlqyer për të futur më shumë energji në rutinat e fitnessit, ushqimit apo kontrolleve të nevojshme të trupit tënd. Ngjyra me fat është e gjelbër smaragd. Koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës. Përqendrohu tek nevojat e tua për stabilitet. Dhe mos lejo që nevrikosja e të tjerëve të ndikojë dhe të përgjigj ditën tënde. Ujori. I dashur ujor. Kjo është një ditë shumë e mirë që ti të tregosh dashurinë tënde përmes fjalëve dhe xhesteve.
Mund të gjendesh në rolin e një ndërmjetësi apo mbështetësi të madh. Mëngjesi të inkurajon të zhvillosh pavarësinë tënde, gjë që të jep një forcë të brendshme të madhe. Në punë sot je ekspresiv dhe ke shumë besim tek vetja. Me kalimin e orëve do të kërkosh pak stabilitet. Edhe pse mund të ndjesh një lloj ngurimi apo përplasje mes asaj që të thotë intuita dhe asaj që të thonë njerëzit, pasditja është ideale për të diskutuar strategjitë konkrete se si të arrish disa nga qëllimet që ke në kokë. Parat kërkojnë plane të mirë organizuara sot. Shëndeti. Tensioni i vogël mes instiktit dhe arsyes mund të shkaktojë paklodhje mendore. Gjej kohë për të ecur apo për të pushuar në një ambient të qetë. Ngjyra me fat është vishnje, koha me fat është rreth orës 18 deri në 22. Këshilla e ditës: besoj strategjive të tua afatgjata dhe mos u ndiko nga zhurmat e jashtme apo mendimet e ndryshme të tjerëve. Shenja e fundit e peshqve. Ju peshq kërkoni të keni një jetë të sigurt, të rehatshme dhe të plotësuar. Dhe ti punon çdo ditë nga pak për këtë. Një ambient i ngrohtë dhe i sigurt në shtëpi është motivi yt kryesor. Në dashuri kjo të sjellë ndjenjën për t'u lidhur akoma më shumë me partnerin, duke lënë pas çaret apo siguritë të së kaluarës. Në punë, hëna e cila hyn drejt shenjës tënde është duke të dhënë ndjesinë e një fillimi të ri, të freskët, edhe pse mund të ndjesh pak tension me eprorët apo padurim ndaj rregullave dhe orareve të ngjeshura, ke një energji dhe vullnet të mirë për të kryer punë me rëndësi. Para, ke mbështetjen e ditës sot. Shëndeti. Kujdes nga djegja e energjive të tepërta, mos tento të bësh gjithçka menjëherë. Zbute pak urgjencën që ndjen për të plotësuar çdo nevojë brenda ditës dhe dëgjo pak trupin tënd. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është rreth orës 2:30 deri në 14. Këshilla e ditës: dëgjo me kujdes ndjenjat që dalin sot në sipërfaqe dhe tregohu pak i moderuar me qëllimet e ditës për të shmangur lodhjen e tepërt. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.